Me rastin e 1 qershori, ditës së fëmijëve, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës hapi dyert për një ditë mbushur me buzëqeshje, gëzim dhe aventura të paharrueshme. Në një atmosferë festive, me muzikë, vallëzim dhe momente të veçanta, u lansua edhe libri i aeroportit dedikuar udhëtimeve të tyre me plot aventura. Një fest plot ngjyra, emocione dhe kujtime të bukura për të gjithë të vegjëlit. Ajo çka është më e rëndësishme sot është se sot do ta lansojmë edhe librin për fëmijë, i cili është një libër ku tregon fëmijëve se çka duhet të kenë në aeroport, si duhet të veprojnë në raste të caktuara, siç janë kalimi nëpër pikat e sigurisë e tjerë, meqense ndonjëherë mund të jenë stresuese. Prandaj kemi lansuar këtë libër, i cili do të dhurohet të gjithë fëmijëve falas sot, dhe po ashtu gjatë vizitave të cilat i kemi pothuajse çdo vit nga institucionet parashkollore, ato deri në klaset e ulta, ne do ta dhurojmë këtë libër falas në mënyrë që të gjithë fëmijët të njihen me procedurat dhe proceset e një fluturimi, qoftë edhe atëherë kur udhëtojnë për herën e parë. Jam Vlerta Bytyqi, jam edukatore në shkollën Stefan Gjeqovin e Anjev. Sot për nder të festës 1 qershore, ditës së fëmijëve, kemi organizuar një vizitë në aeroportin e Prishtinës, ku stafi i aeroportit na kanë pritur shumë ngrohtë, kishte program, lodra për fëmijë, siç po shihni që edhe fëmijët u kënaqën. Faleminderit shumë për organizim dhe pritje nga ana e stafit të aeroportit. Do me thonë ju vetë keni organizu? Po, në bashkëpunim me drejtorin e shkollës, në bashkëpunim me prindrit, e kemi organizu këtë vizitë. Prej cilit vend keni arë sot në aeroport? Një Anjev. Me kon keni arë? Me mësusën. Qysh po ju duket aeroporti? Mirë. Apo ju pëlqen festa? Po. Çka keni bën festa? Mund të na kallëzu më shumë? Shumë mirë u kanë festa. Keni dëgju këngë, jeni argëtu, jeni ngjyros apo? Po. A kishit dashur prapë në arë në aeroport për 1 qershor? Po. Prej cilit vend keni arë sot këtu në aeroport? Një marrë të Anjeve. Me kon jeni arë? Në shkollën time. Do me thonë mësuesit e kanë organizu për me ardhi u këto? Po. Qysh po ju do këtë aeroporti sot? Shumë mirë. A jeni kënaq? Po. Çka keni bërë këtu sot? Kemi luajtur, edhe kemi gjyrosur fytyrat. A keni dëgjuar muzikë? Po. A kishit pas dëshirë prapë me arë në aeroport? Po. Çka kishit pas me ju thonë të gjithë fëmijëve sot me rastin e 1 qershorit? Urime të gjithëve në Kosovë, 1 qershori fëmijë. With full of energy, bravo, congrats. I will not take too much of your time. Congratulations. Wish you a very great day. Please enjoy the moment. Bravo.